Në këtë video do të mësojmë kombinimin e formave duke përdorur veglën trem. Për këtë ushtrem, zgjedhni katrorin, klikoj me CTRL, krijoj mënyrë proporcionale, domethënë katror. Pastaj marr rrethin këtu edhe krijoj mënyrë elipse kështu. Shikoni. Pastaj shkëtej që gjeta këtu, selektoj të dyja edhe trim e ka emrin kjo vegla e dytë. Shikoni, ta klikoj këtu, kjo e pren katrorin. E klikoj këtë, pastaj delete edhe shikoni. Klikoj edhe ja ndroj ngjyrën këtu. Rasti tjetër, marr rrethin edhe e krijoj kështu me CTRL, domethënë në mënyrë proporcionale. Pastaj marr katrorin edhe krijoj një drejtkëngë kështu përfërsisht. I selektoj të gjitha edhe shkoj këto të trim, pastaj klikoj këtë, delete, e selektoj edhe ja ndroj ngjyrën. Shikoni, kjo do të thonë trim e pren këtë formë. Mi bëjmë edhe 1, 2, 3 forma, do të thonë me pa kombinimin. Me CTRL krijoj një katror. Pastaj bëj CTRL-C, CTRL-V, do të thonë po copy paste. Pastaj këtu edhe me CTRL rrotëlloj kështu. Pastaj i selektoj të dyjat edhe klikoj trim, edhe ky katrori që është nalt e fshin këtë katrorin poshtë. Kështu që tani klikoj këtë, delete. Shikoja. Secila, do të thonë gati, secila logo, secila ikon fillon prej katrorit dhe prej rrethit. Shikoni tash një rast tjetër. Me CTRL krijoj një rreth. Pastaj bëj CTRL-C, CTRL-V edhe e zvogëloj në mënyrë proporcionale me shift. Shikoni kur e klikoj shiftin dhe kur shkoj këtu, kjo më mundson të zvogëlu në mënyrë proporcionale. Kështu që i selektoj të dyjat, klikoj trim, pastaj klikoj këtë fshi edhe shikoni ndroj ngjyrën dhe u bën formë unazës. Edhe forma e fundit e krijoj me CTRL, pastaj bëj CTRL-C, CTRL-V, klikoj këtu edhe e lëvizje në të djathtë, shikoni. Pastaj e selektoj të dyjat edhe klikoj këtu, klikoj këtë, delete, edhe shikoni u kriju formë të hënës.